terroristë e Partia Komuniste direkt pas rënies komunizmit. Në vendet tona nuk u shpall. Po, kjo është. Pra po thua Brenton në raport me ndërkombëtarët deri tani janë thjesht duar jashtë në këtë histori. Nuk kanë askush pse të mbaj shpresë që do vi zgjidhja nga jashtë. Zgjidhja unë besoj që vjen vetëm nga këtu dhe vjen vetëm në zgjedhje. Tani hajde diskutojmë pastaj një emision tjetër, ai vjedh zgjedhjet, ai përdor bandat, a përdor manipulimin, a e ka fryrë administratën publike në atë mas që çdo familje shqiptare ta ketë një në administratë që s'ka ç'bën do votoj për Ramës. Pra hajde gjitha këto të diskutojmë. Po në fund me zgjedhje mund të largohet, për ndryshe si jemi duke folur më për demokraci. Hajde pastaj diskutojmë se si largohen tiranët dhe autokratët ndryshe përveç se në demokraci. Almer, ndërkohë, si e shikon në çështjen e ndërhyrjes së SPAK me Arbrin e Nisa si bisedë, pse po vonon në kërkesa për Ballukun, duke qenë se ti je denoncuesi kryesor i Ballukut publik në median shqiptare? Unë mendoj që SPAK aktualisht është një situatë, më duket si një pulë e shastisur. Pra, një pulë që një institucion që ka pirë ujë diku dhe tashmë është i trullosur dhe s'di të gjejë rrugën dhe orientimin. Për mua SPAK ka humbur orientimin nga situata e ndikuar nga situata politike, ku presioni që po i bëhet institucioni, dhe unë mendoj që edhe një lloj këshillimi të mundshëm nga ndërkombëtarët, sipas mendimit tim, që po i lë ata në moment pritje. Dhe ndërkohë SPAK veproi me shumë vonesë për çështjen e Aruba, 8 vjet pasi kishte përgjimet aty, në një moment kur e këshilluan që të vepronte. 8 vjet kishin përgjuar dosja Aruba, që u arrestua Ilir Shtufi, grupi Koçeku dhe shumë të tjerë, ishin përgjuar në 2018 në Sky ECC dhe u veprua në 2026. Pra, unë mendoj që këto periudhat e sulmit që SPAK-u përdor për shumë çështje, unë mendoj që mund të jetë strategji, por disa herë lë dhe për dëshiruar dhe për të kuptuar që SPAK-u mund të bëjë një manovër, ose individ brenda SPAK-ut mund të bëjë manovra të ndryshme, qoftë manovra ndikimi, presioni apo korrupsioni, që nuk përjashtohet, dhe bën SPAK-un që her pas here të humbas atë besueshmëri në publik dhe ta bëjë si institucion që her pas here të shihet si i kapur nga politika. Nuk lexon këtu një vullnet të investitorëve më të mëdhenj të SPAK-ut që janë amerikanët dhe Bashkimi Evropian në raport me. Unë ta përmenda që mund të jetë një këshillim ndërkombëtarëve që SPAK aktualisht të qëndrojë tërhequr për mos prishur një balancë të mundshme politike. Për shembull, po të jap një version. Unë mendoj që SPAK në qoftë se mund të këshilluar nga ndërkombëtarët, sipas të opinionit që kam unë, dhe mund të jetë thënë zotëri, në qoftë se ti arreston Belinda Ballukun, ajo mund të tërheq 10 apo 12 deputet mbrapa dhe mund të rrëzojë qeverinë e Tiranës që neve nuk është në interesin tonë të largohet. Pra një opsion mendoj. Ai ka 11-12 deputet? Unë mendoj që i ka. Almeri gjithmonë thotë që i ka. Unë mendoj që i ka. Pra, unë mendoj që ky është një skenar i mundshëm, por pra ndërkombëtarët me këtë logjik, në këtë skenar nuk e duan largimin e Ramës nëse është kështu. Unë mendoj që është një skenar. Pra unë mendoj që ndërkombëtarët gjën kryesore në këtë vend kanë që të ketë stabilitet. Pra gjërat të funksionojnë, gjërat të kenë, ju duhet lexoni çfarë ka thënë në prezantimin e platformës tij ambasadori i ardhshëm, ambasadori që do vi, i cili tha në Senat që unë do të luftoj, do të mbështes bizneset amerikane, do të luftoj, pra ai foli si një kandidat për kryeministër për punët e Shqipërisë. Pra unë do të mbështes luftën kundër krimit, luftën kundër trafikut, pra u zotua për një betejë të tillë. Pra unë mendoj që linja e SPAK-ut në fushën në bashkëpunim me DEA-n, në fushën kundër krimit të organizuar do të jetë e vazhdueshme. Por aktualisht kjo stepje mua nuk më pëlqen. Unë mendoj që aktualisht SPAK-u është vënë nën trysni dhe presion mendoj nga politika shqiptare. Nga politika shqiptare apo nga ndërkombëtarët? Unë mendoj nga politika, pra unë ta dhash skenarin nga ndërkombëtarët. Ka dhe një skenar tjetër nga politika. Unë mendoj që është nga politika. Unë mendoj që mund të ketë, shiko, unë e kam thënë dhe kam përmendur me emra, ta them dhe ta përsëri, që brenda SPAK-ut ka prokurorë të cilët përmjet vettingut manipuluar nga njerëzit e Taulant Ballës, kanë kaluar vettingun dhe janë aty në shërbim të Partisë Socialiste. Mund të kam përmendur dhe emra dhe unë e besoj që ka njerëz të tillë aty. Pra njerëz si Edvin Kondili me shok. Pra unë nuk e përjashtoj që këta njerëz mund të zvarrisin çështjen për të fituar kohë.
por nuk besoj që do t'i mbyllin dosjet. Dhe unë mendoj që ky efekti politikës brenda SPAK-ut është i ndjeshëm dhe ata e ndjejnë që duhet të rinë të tërhequr, duhet të rinë më të rezervuar, duhet presin momentin. Por ata vjen nga dëshmëri mendoj unë SPAK-u, kur ndërkombëtarët i trokasin më fort se politika shqiptare ke dera. Dhe për çështje kur fillon destabiliteti në rrugë, siç tha ka një gjë, destabiliteti është tjetër gjë pastaj. Destabiliteti do thotë që edhe SPAK-ut marrin flak, të djegin edhe SPAK-un ata. Nuk do thotë që do thotë që një institucion bëhet institucion i prekshëm, institucion vulnerabël që nuk më ka më formë institucionale. Po nga frika prej stabilitetit, a mund të reagojë SPAK? Unë nuk mendoj që SPAK-u dëgjon njerëz në rrugë, unë mendoj që SPAK-u dëgjon investitorët e vet dhe interesat e tyre. Për sa kohë amerikanët shprehen që duan të sulmojnë korrupsionin në këtë vend, duan të zhdukin krimin organizuar, pra në atë linjë SPAK do vazhdojë, do veprojë. Ajo që po lexohet sot pak nga komentatorë është se erdhi kështu si rrufen qell pasër ajo deklarata Ulsimanjës për sa i përket mandateve të prokurorëve. Dhe po lexohet kjo si një pazar midis politikës dhe drejtësisë. Pra, fakti që SPAK nuk po e çon kërkesën për imunitetin e Ballukut në parlament, dhe në këmbim po merr mandatet, po lexohet si pazar nga një pjesë e komentatorëve, po unë thjesht dua të në qoftë se neve do ta shikojmë në këtë qasje, unë mendoj që reforma në drejtësi. Jo, nuk e shikojmë ne po themi, a mendon ti këtë variant? Unë mendoj që për mendimin tim, mandati i prokurorëve i cili mbaron pas 2 vjetësh do të jetë mandati vetëm dhe nuk do ketë ripërsëritje të mandatit. Pra ky është një vendim i cili është marrë dhe për këtë lloj vendimi janë shprehur më parë institucionet të cilët mbështesin SPAK-un, janë shprehur amerikanët, janë shprehur institucionet e drejtësisë, është shprehur dhe kryeministri. Amerikanët janë shprehur për një mandat tjetër. Ka një gjë. Unë di themi gjë që Rama vet ka qenë njeriu që ka thënë që neve nuk mund të bëjmë zgjatje dhe nuk mund të shtyjmë mandat. Ka thënë jo, ka kohë për atë, ka thënë në 2007, 2008. Jo, pra u shprehej para disa kohësh dhe tha që nuk do ketë ndryshim mandati dhe ripërsëritje mandati për të gjithë të prokurorësh. Fjala e Ulsimanjës po them unë. Tani ka një gjë, nëse kjo ndodh, siç e thua ti, nëse operoj me këtë logjik, do të thotë që reforma në drejtësi kthehet në një reformë të kapur totalisht nga pushteti dhe ata nuk janë më njerëz që i shërbejnë drejtësisë, por njerëz që i shërbejnë Ulsimanjës dhe politikës. Të gjithë kjo trup prokurorësh që ka besimin e qytetarëve, që kjo trup prokurorësh ka besimin e ndërkombëtarëve, shkon në këtë pikë që vendos fatin e vet, pra luan për fatin e vet, do thotë që nuk ka asnjë ndryshim as nga Rama nga Sali Berisha, të cilët kryejnë korrupsion, njerëz që kryejnë korrupsion dhe kjo trup është aty për të kryer korrupsion dhe për të mbushur xhepat dhe kjo dëmton interesin kombëtar, interesin e Shqipërisë. Arbër, protesta e zëmë se shkon skenarin e drejt asaj, drejt mos tërheqjes dhe vazhdimit përpara, ecjes përpara, e vendosur në kërkesat e saj. Nga ana tjetër, kryeministri Rama vazhdon me të njëjtin insistim për ta refuzuar ta dëgjojë këtë protest. Rreziku është i një përplasje në kuptimin politik të fjalës. A mendon se këtë situatë mund ta zgjidh dhe mund zgjidhet nëpërmjet përdorimit të SPAK-ut? Shiko, zgjidhje për të evituar një përplasje apo destabilitet? Zgjidhje që vijnë nga drejtësia penale për situata tërësisht politike, unë nuk jam. Unë jam njëri që ka marrë shkenca politike dhe nuk e shikoj asnjëherë zgjidhjen që të vijë nga një drejtësi penale. Pavarësisht se unë hyj ata njerëz që e kam besuar dhe besoj të kjo drejtësi e re penale. Nuk jam njëri që besoj me sy mbyllur, pra nuk jam një njëri i cili e ndjek në çfarëdo lloj veprimi që kam bërë, sepse kam patur disa raste që ata kanë patur shkelje në hetime. Kam patur abuzime, madje se shkelje është fjalë e ulët, por kam patur abuzime, kam patur zvarritje, dhe unë e kam thënë dhe më herët, Shqipëria është në një fazë që nuk ka nevojë për një proces sot, pas 5 muajsh një proces tjetër, pas 4 muajsh një proces tjetër, sepse futemi në një rreth vicioz që e tejkalon arsyeën se pse është krijuar kjo strukturë. Kjo është një strukturë e posaçme, që do thot ka një mandat dhe nuk është një mandat i cili është në përjetësi. Është një strukturë e posaçme për një kohë të posaçme. Pra për një periudhë kohë të saktuar. Dhe prandaj prokurorët kanë afat 7 vjeçar, mandat 7 vjeçar, dhe nuk ngelen pa punë, kthehen prokurorinë e rrethit. Pra, unë nuk jam dakord që të ketë një shtyje të mandatit të prokurorëve, sepse kujt ja kërkon këtë shtyrje? Ja kërkon atyre që ti lufton.
Pra dhe automatikisht, nëse ti e kërkon natyre që i lufton, i kërkon një favor i cili është përtej kushtetutës, sepse duhet të ndryshojë kushtetuta. Apo jo? Përse, shiko, do guzim të madh të kërkosh ndryshim kushtetutës për një gjë që nuk është emergjente. Se ne kemi bërë paçavure kushtetutën, ndryshojmë kështu me një të rënd lapsit, po kushtetuta nuk ndryshohet kështu, se bëjmë palët pazare. Ule Berisha me Ramën 2008-ën, ndryshojnë sistemin zgjedhor, e bëjnë sistemin zgjedhor në mënyrë e mbyllin komplet. Mblidhen në 2024-ën e bëjnë lista hibride, gjysmë ashtu, gjysmë kështu. Pra, kushtetuta është një gjë e shenjtë dhe nuk ndryshon sepse është një kërkesë që vjen nga prokurorët ose një kërkesë që vjen nga ana e politikës. Shiko, u përmend këtu Regani, mund përmendim edhe shumë kryeministra ose presidentë të tjerë që kanë patur impakt të madh botror. 8 vjet kanë qëndruar ata në mandatet e tyre. Pra 8 vite dhe është një kohë shumë e gjatë dhe quhet epoka Reagan, quhet epoka e Bill Clinton me 8 vite. Këta tani janë 7 vjet demokraci konsoliduar, po flasim për demokraci hibride si Shqipëria. Po pikërisht pra hajde ata konsolidojnë, po nuk e konsolidojnë dot me rregulla në letër. E konsolidojmë me simbole, konsolidojmë me mesazhe, konsolidojmë me atë që duhet të jetë, po jo me ligje, me rregulla pas rregullash. Tani dhe ka një gjë, 7 vite, 8 vite ore janë shumë. Është një kohë gjatë që ti të mos bësh dot atë objektiv që ke patur ligjërisht. Përse duhet të jetë një prokuror 15 vite? Përse duhet të jetë një kryeminist më shumë se 8 vite? Ma 8 vite janë të mjaftueshme. Dhe quhet epoka e tij, epoka e këtij. Të shkojmë te kriza politike në Shqipëri. Unë nuk besoj që zgjidhet krizë apo do të shkojmë te një Jo, kjo është pastaj konflikt. Kjo është drejtësi popullore. Ti kërkosh SPAK-ut të ndryshojë sistemin politik dhe aq më tepër që duhet të jemi realist dhe t'i përmbahemi strikt atyre që janë termave dhe publik. SPAK është një organ hetues. Dhe në një proces gjyqësor SPAK është në konflikt interesi. Ore, kështu duhet të jetë. SPAK, por ama drejtësia u përdor në Rumani, drejtësia u përdor në Berlusconi në Itali, drejtësia përdoret. Dhe ç'a ndodh? Ne po flasim ajo që dim. Kështu duhet të jetë, jam dakord. Unë po flas ato që di. Unë nuk jam në tryezat e diskutimeve të grupit të 300 apo të masonëve, edhe të them gjëra që nuk i di. Ta hajde bëjmë konspiracion. Unë s'jam të ajo pjesë. Unë them ato që di. Dhe ato që di, po them këtë gjë. Jo, po pse konsideron diçka të pamundur, diçka që prokuroria po s'është normale. E kemi parë. Nuk është evolucion normal i shoqërisë. Në funksion të politikës e kemi parë. Nuk është evolucion normal i shoqërisë që të ndërhyjë drejtësia penale të rregullojë klasën politike. Nuk funksionon, sepse ka një gjë. Ka funksionuar. Jo, nuk ka funksionuar. Kush tha? Ato kanë pasur nxorën nga politika. Jo, se nxorën ashtu. Berisha na nxorën nga politika. Jo, se nxorën ashtu. As Berishën nuk e nxorën sepse i ran të gjithë akuzat i kanë rënë, ja është jashtë, bashkë me dhëndrin e tij është jashtë. Shpalla non grata. S'është e vërtetë Redi, më vjen keq. Po të korrigjoj, non grata nuk është shpalli SPAK, është shpalli Departamenti Amerikan i Shtetit. Tani ju jemi korrekt. Unë do të jem 100% korrekt. Unë po them si u dobësua. Po su dobësua mos u kthye prapë me 500 vota. Po goditja penale i dha ato që i dha tash. Po çfarë dha? Asnjë gjë si dha. Ja ku e ke u kthye prapë. Dhe demokratët nuk e quajtën fare. 500 vota mori zotëria. Ishte materializim 500 vota mori zotëria. Departamentit të Shtetit. Jo, se dim atë. Departamenti i Shtetit nuk e ka akuzuar për çështje partizane. Kështu perceptohet politikizmi, dakord jam me ty. Po gjithsesi. Unë nuk flas dot pra ti mendon që nuk do ndërhyj. Dhe jo, nuk është puna nuk do ndërhyj, por nuk duhet të ndërhyj që të ndryshoj sistemi SPAK. SPAK duhet të kapit korruptuarit. Se kërkon imunitetin për Ballukun. Dgjoj, SPAK duhet të zbatojë. Për Veliajn e bëri me një shpejtësi që SPAK-u dhe tani që ta themi të dhe GKK-ja, sepse SPAK është konflikt interesi, sepse është organ hetues, është një lloj si avokati dhe është dhe GKK-ja. Unë po them GKK-ja e cila është arbitri. Pra, nuk po flas për lojtar, po flas për arbitrin. Nuk mund ta bëj drejtësia këtë gjë, sepse nuk është natyrale. Unë jam në procese që vinë natyrale, demokracia duhet të jetë një evolucion natyral, nuk do të jetë një evolucion i kontrolluar, sepse nëse është i kontrolluar, nuk do të japi rezultatet e mira. Prandaj unë dua që drejtësia të mos ndërhyjë te politika, unë dua që drejtësia të kapi politikanët e korruptuar. Po unë nuk e di, për shembull Almeri thotë që SPAK është një pulë e lagur, siç e tha. Jo, nuk është e vërtetë. Për rastin Balluku,
një nga personazhet më të njohura të sportit shqiptar, ish drejtori sportiv i Milanit, për të cilin mua më ka ardhur jashtëzakonisht shumë keq që kam parë në atë pozitë të vështirë, sepse është një simbol i shqiptarëve jashtë, të jesh drejtuesi i Milanit për një vit, siç ka qenë Iglitare, është një krenari e jashtëzakonshme për çdo shqiptar. Pra një vend me 3.2 milion banor, prodhon njerëz të këtij kalibri, mua më ka ardhur shumë keq për akuzat penale që janë ngritur atij, po akuzat penale ne dim shumë mirë, mbrapa për çfarë bëhet fjalë. Por Klodian Braho, aktualisht kreu i SPAK-ut, dyshim nga zoti Dumani, ka një qasje pa zhurmë, por jo më pak eficiente në aspektin ligjor. Prandaj ne nuk e dim se çfarë do të ndodhi. Dhe nuk dua ta paragjykojmë. Unë nuk kam thënë asnjëherë që SPAK e mbarova. Është pul, nuk kam thënë asnjëherë që SPAK është dragua, por SPAK do të jetë një institucion që zbaton ligjin. Mos shikoj fare te politika. Politikani korruptuar përballet me drejtsinë, pikë, kjo është detyra. Dakor. Brendon, si e shikon këtë opsion që po diskutojmë? Do me thënë që nëse palët shkojnë të palëkundura drejt rrugëve ku janë nisur, normalisht nëse shkojnë ashtu përplasja është e pashmangshme. A mendon se do ta zgjidh SPAK situatën? Para unë mendoj që SPAK mund të ndërhyjë politikisht në kuptimin e pasojave. Pra, SPAK nuk mund të niset që të ndryshoj skemën apo platformat apo mjedisin politik në Shqipëri, por pasoja që SPAK mund të lërë me veprimet e veta mund të ndryshojnë sikurse e kanë ndryshuar. Arrestimi i Berishës, i Veliajt, i Ilir Metës, padyshim që e kanë ndryshuar mjedisin politik në Shqipëri. Vendosja në nënhetime dy zëvendës kryeministrave, njëri në Arrati, padyshim që e kanë ndryshuar mjedisin politik. Çështja është që shumë njerëz do donin që të ndodhte akti final i arrestimit e Edi Ramës nga SPAK. Ajo pastaj do të ishte ndoshta edhe finalja e misionit të SPAK-ut kur vjen fjala për luftën e korrupsionit të zyrtarëve. Gjykata speciale në Kosovë e ndryshoi edhe më shumë padyshim, po. Konfiguracionin politik në Kosovë, kështu që të vim këtu afër. Vetëm se ka dhe diçka. Mos harrojmë që SPAK trashëgoi administratën e gjykatës së krimeve të rënda. Dhe aty brenda, pa kaluar në spekulim, po vetëm në fakt, ka njerëz që janë punësuar nga shtresa të ndryshme, ministrash, drejtësie, kryeministrash, ndërvite, etj. Dhe ta janë ata njerëzit që në gjykimin tim, po si opinion, nuk kam fakte, dekonspirojnë her pas here aksionet, japin informacione, bëjnë rrjedhje informacioni, dhe pavarësisht se SPAK ka aty brenda një zyrë me ekspertët britanikë edhe një zyrë me ekspertët amerikanë, këta njerëzit në fund bëjnë atë, vendosin minat që ketë momente tilla kur politikanët marrin informacione dhe t'i përdorin, apo politikanët përpiqen të imponohen nga në administrimin apo në mbarvajtjen e SPAK-ut. Mos harrojmë që SPAK vazhdon të dalë institucioni ku shqiptarët në sondazhet ndryshme shprehin më shumë besim. Po pse? Jo se njohin si vit apo ekspertizën e njerëzve që punojnë aty, qoftë prokurorët apo qoftë administratës, por sepse kanë dëshirën e ndëshkimit të asaj që i ka ndodhur, po themi, pasurisë publike shqiptare ndër vite. Prandaj njerëzit gëzohen kur SPAK bën ato që mund t'i quajnë arrestimet e bujshme. Po, jo, e kam fjalën në lidhje me situatën që sa vjen edhe po ngjizet në Shqipëri, një protest që sa vjen edhe rritet dhe një qeveri që sa vjen edhe është e vendosur për t'u përballur me këtë protest. Por ta thëmë prapë të që thash për mbledhëzi, nëse SPAK kryen detyrën e vet për luftën pa kompromis ndaj korrupsionit dhe krimeve të zyrtarëve të lartë, e ka realizuar ndryshimin e skenarit politik në Shqipëri. Nëse padyshim që mund të ndërhyjë. Nëse gjykon që ka raste korruptive të zyrtarëve të nivelit të lartë, e ka për detyrë, për mision ekzistencial, për ndryshe s'ka pse të ekzistojë, që të ndërhyjë. Mos harrojmë që pavarësisht se ne konsiderojmë fasad demokracinë shqiptare,
Në demokraci ka check and balance. Janë 3 pushtetet e ndara dhe secili nga pushtetet duhet të bëj kontroll E qartë. pushteteve të tjera. E ka për detyrë ta bëj. Brendo, të falenderoj shumë gjithë kisha. Kënaqësi. Arber, kënaqësi që të pata, Faleminderit. Almer, kënaqësi si gjithmonë. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka kishim përgatitur për ju sonte nga unë Red Varaku. Natë e mirë.